Krishtlindjet janë kremtuar në kishat e Fierit, ku përqendrimi më i madh i besimtarëve ishte në kishën e Shën Gjergjit në Fier. Mesha përkatëse për lindjen e Jezu Krishtit nisi rreth orës 10, por besimtarët u mblodhën në kishë që në orët e para të paradites së 25 dhjetorit. Përveç besimtarëve praktikantë të festës ortodokse, në këtë Krishtlindje kisha e Shën Gjergjit u frekuentua edhe nga shumë të rinj. Kjo sipas tyre është një festë që i bashkon njerëzit. Më gëzon, më bën që t'jem të eci më përpara, më jep fuqi, sidomos tu në kishë, është çik më ndryshe. Prandaj. E uroj të gjithë shqiptarët, gjithë Shqipërinë, me që janë besimtare e sektit ortodoks. Ju uroj të gjithë dhe juve, mbarësi, mirësi dhe shumë dashuri në familjet tona. Gëzuar Krishtlindjet edhe veçanti vëllezërit tanë musliman, i bëjmë gjithë së bashku. Gëzuar Krishtlindjet. Krishtlindjet gëzuar, shëndet, dashuri dhe lumturi. Komuniteti ortodoks në Fier është më i madhi. Bashkëjetesa me komunitetin musliman është e dukshme edhe në urimet mes tyre. Mesha e Krishtlindjes në kishën e Shën Gjergjit u drejtua nga mitropoliti i Apollonisë dhe Fierit Nikolla. Pas ceremonisë fetare, besimtarët dhe qytetarët festojnë Krishtlindjen familjarisht në shtëpi ose në lokale me ushqim tradicional.